Të nderuar shikues të televizionit Syri. Kam kënaqësinë dhe ndihem i nderuar që para jush ta prezentoj mysafirin tim të sotëm, zotin Nazmi Jakurti, i cili është një personalitet i njohur jo vetëm në Zvicër, por në të gjithë diasporën tonë shqiptare në botë. Ai punon si jurist e mediator në zyrën më prestigjioze të avokaturës Braher und Partner në Langenthal. Nazmiu është kryetar i Lidhjes Shqiptare në botë, docent inordinar në Shkollën e Lartë Pedagogjike në Bern, bashkëthemelues dhe këshilltar juridik në rrjetin e bizneseve në Zvicër dhe mbi gjitha njohës i shkëlqyshëm i mërgatës shqiptare, 2 dekada ka qenë i angazhuar në sindikatën e pavarur Unia në Zvicër. Nazmi Jakurti është emën nder i gjithë shqiptarëve që jetojnë në mërgatë. Zoti Nazmi Jakurti, mirë se erdhët në emisionin tonë bashkë me Sali Sefën. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Sot do të fokusohemi parasgjithësh me diasporën shqiptare, zhvillimet dhe perspektivat e saj dhe rolin në raport me Kosovën. Do të fillojmë një nga një me pyetje të radhës. Nazmi, Urdhra. Je me mikun tanë të ngushtë në një emision dhe ndihu si në shtëpinë tane. Pikërisht ashtu po ndihem, faleminderit shumë. Keni mbi 40 vite që merrni intensivisht me çështjen e diasporës shqiptare. Si e keni përjetuar diasporën shqiptare në zhvillimin e saj gjatë etapave të ndryshme? Po, shife, diaspora shqiptare në përgjithësi ka luajtur gjatë gjithë historisë shqiptare ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm. Kurse komunitetin shqiptar në Zvicër, unë e shoh në zhvillimin e komunitetit shqiptar në Zvicër, e shoh në disa faza. Duke filluar nga vitet e 60-ta, 70-ta, kur vinin vetëm punëtor krahu, sezonal gjithsesi, dhe punonin fillimisht vetëm në bujqësi, më vonë edhe në ndërtimtari. Ata ishin punëtor sezonal, pa familje, punonin, por të them edhe roli tyre ishte i jashtëzakonshëm sepse fal kontributit të tyre populli në Kosovë mbijetonte robërinë, mbijetonte shtypjen edhe varfërinë që e bënte me qëllim shteti atëhershëm Jugosllav. Më vonë në vitet e 80-ta, kur e dim se u ngritën studentët, u ngrit populli kundër shtypjes, kundër robërisë në Kosovë, atëherë fillon të vinë edhe një kategori tjetër e mërkimtarëve, ata ishin veprimtarët politik, të cilët shumë prej tyre detyroheshin të vinin në Zvicër, të migronin në vendet e Evropës dhe të vazhdonin aktivitetin e tyre ilegal, sepse ishte pa mundur të vepronin në vend. Pra erdhen disa intelektual të shquar, si që janë vlezrit Gërvalla, Kadrizeka, e shumë të tjerë, që u vendosën në Zvicër, në Gjermani, në vendet ndryshme të Evropës dhe nga këtu vepronin për mobilizimin e popullit. Edhe unë i takoj atij grupi, kam ardhur në 1984 fillimisht si student, për të vazhduar mandej qëndrimin tim këtu deri sot. Në vitet 90-ta, kur u suprimua autonomia e Kosovës me tankse nga Serbia, atëherë edhe u nxorën nga puna të gjithë punëtorët shqiptarë në Kosovë, sepse kërkohej nga ata që të nënshkruanin, ta njihnin shtetin serb si të vetin, dhe ata nuk e bënte pothuajse asnjë njeri në Kosovë. Edhe ata mbetën pa punë dhe erdhen. Me këta në viteve 90-ta erdhi një stres intelektualësh. Njerëz që kishin pas vende të mira punë në Kosovë, njerëz që ishin profesorë universiteti, ishin në punë ose të tjerë, dhe këta filluan të marrin edhe familjet me vete. Edhe këtu filloi vërtet zhvillimi i komunitetit shqiptar në Zvicër,
sepse fëmijët e atyre intelektualëve filluan të shkollohen. Edhe pse jo në atë masë si që kemi sot, sepse ende komuniteti shqiptar ishte vetëm me trup këtu, kokën e kishte atje. Dhe me thonë, çdo gjë mendohi vetëm si ta bëjmë atje një ndihmës, si të bëhet atje më mirë. Edhe për shumë gjana njerëzit e kishin lënë veten pas dore. Do thotë, shumë rrallë blinin shtëpi, sepse nuk e pranonin që do të vendosen këtu, derisa atje po gjemonin tanksat. Shumë pak i shkollonin fëmijët me shkollim superior, do thotë mbaronin një profesion dhe sa më shpejt futen në punë për të kontribuar sa më shumë atje. Edhe pastaj erdhi faza e luftës, ku i tërë komuniteti u mobilizua, shumë prej tyre shkuan fizikisht për të luftuar, po të gjithë të tjerët në një formë apo një tjetër ndihmonin me financa, me diplomacinë qytetare, me propagandën, do thotë në forma të ndryshme, por unë mendoj se pothuajse secili njeri që është në pjesëtar i komunitetit shqiptar këtu ka dhënë kontributin e vet. Nazmi, do të thotë Mërgata jon ka kontribuar shumë për Kosovën, sidomos gjatë luftës. Gjithsesi, unë mendoj që ka qenë roli kryesor, ka pas rolin kryesor në zhvillimin e luftës, sepse kanë shku qindra miliona euro, ose dollar apo marka në atë kohë, do thotë kanë shku para shumë, kanë shku mjete, ka shku armatim, çdo gjë që është po, sepse populli kur hyri në luftë ishte ekonomikisht i dërmuar nga 10 vite shtet paralel. Po edhe atë shtet paralele mbajti Mërgata, diaspora jonë. Do thotë kur hynë në luftë, atëherë ekonomikisht ishin për tokë, ishin njerëzit që gati 10 vite kishin mbetë pa punë në institucionet e shtetit apo në vende ku kishte dorë pushteti serb. Prandaj them, roli është i pazavencueshëm i Mërgatës tonë, atje në të gjitha fazat, dhe faza e fundit, kjo që jemi tash në te, e pas luftës, këtu është një lullëzim i jashtëzakonshëm i diasporës shqiptare, e veçanërisht i komunitetit shqiptar në Zvicër. Njerëzit ju kthyen vetvetes, filluan të shkollojnë fëmijët, filluan të investojnë edhe këtu po edhe atje, edhe sot kemi një komunitet jashtëzakonisht mirë të integruar në Zvicër, kemi një komunitet i cili me gjithate tërkohën mendon dhe vepron edhe në të mirë të Kosovës, e Shqipërisë, të trojeve tona etnike. Pra, unë jam shumë i kënaqur me këtë zhvillim, kur e shoh nga vitet e 60-ta deri sot, si ka evolu dhe sa shumë është zhvillu komuniteti shqiptar. A është ende diaspora jonë, unë nuk e quj me qef diaspor, por Mërgat, a është ende Mërgata jonë një faktor këq për zhvillimin e Kosovës? Gjithsesi, unë mendoj se po, sepse ne dim remitancat e diasporës shqiptare, deri vitin e kaluar kanë qenë të barabarta me buxhetin e shtetit. Do thotë ne e dyfishojmë buxhetin e shtetit me dërgesat që bëjmë. Nazmi, për shumë vite, në mungesë të shtetësisë Kosovës, si shumë intelektual të tjerë, jeni vënë në shërbim të saj. Ju jeni jurist dhe intelektual, keni qenë aktiv sidomos në fushën e diplomacisë qytetare. Cilat janë kujtimet e juaja për atë kohë? Po, them që nga dita e parë, jam kyç në format ndryshme të organizimit të komunitetit shqiptar në Zvicër, dhe jam mundu kudo që jam që t'jap kontributin tim. Një nga kontributet që ka qenë shumë i rëndësishëm është me të vërtetë edhe diplomacia qytetare. Ne kemi bë kudo, unë mendoj se shpeshere përmendim fjalën ambasador të kombit. Ne të gjithë jemi ambasador të kombit. Kudo që je, edhe në vend pune, edhe në kohën e lirë, edhe në aktivitetet, gjithkund ti përfaqëson vendin për nga vje. Edhe është mirë që aty t'japish kontribut.
Kontributi I rëndësishëm për ne ka qenë e para të bëjmë miq në vendin ku jetojmë, në Zvicër, që është një vend shumë miqësor për shqiptarët. Ata miq të informojmë drejt, do thot ta luftojmë propagandën e rremet të Serbisë, e cila nuk pushon as sot. Ata shkruajnë libra me gënjeshtra, ata bëjnë filma me gënjeshtra. Do thot çdo gjë e bëjnë propagandë të rreme. Për ne ishte pak më lehtë sepse ne duheshte vetëm ta themi të vërtetën, veç ta mbrojmë të vërtetën. A ishte në fillim pak e vështirë që të bindni sidomos shtetas e tjerë? Nuk ishte lehtë, po them sepse kishte propagandë jashtëzakonisht të ashpër edhe të vrartë nga Serbia. Mirë po ne bënim punën tonë në çdo rast që na jipej dhe unë, me qenë se më pyete për ndonjë rast asaj kohe, ndonjë kohë, mund të them unë kam pas fatin që pas mbarimit të studimeve postdiplomike këtu në Universitetin e Lucernit, fillova të punoj në sindikatën më të madhe të Zvicrës, sindikatën Unia, ku isha sekretar sindikal dhe këshilltar juridik. Edhe nga ajo pozitë bëra njoftime, njofta njerëz të suksesshëm, njerëz që kanë pozita. A ishte vështirë që një shqiptar të vijë në sindikatat e pavarura në atë kohë kur ti ke fillu? Po, nuk ishte lehtë sepse ishim vërtet pak. Në gishtat një dore numëroheshim punëtorët e asaj sindikate, që është 1000 punëtori ka është, sindikat me mbi 200.000 anëtarë në Zvicër, po vërtet shqiptar kishte pak. Por ata që ishim ne bënim çmos që të bënim punë në favor të vendit tonë, të prejardhjes, të kombit tonë. Kështu njoha shumë deputet zvicran, njoha aktivist, njoha politikan zvicran, me të cilët edhe shoqëroheshim, dhe unë për disa vite kam qenë lobist në Parlamentin e Zvicrës, duke I pasur disa miq antar të parlamentit. Unë kam qenë për shembull për 2 mandate në grupin e ngushtë, në stafin më të ngushtë që kemi bërë fushatën për një deputet zvicran. Tu në Zvicër? Tu në Zvicër, edhe të 2 herat ai është zgjedhur në Parlamentin zvicran. Edhe rrjedhimisht, unë kisha dyert hapur në parlament në çdo kohë. Edhe kështu që kam organizu takime të shumta të politikanëve kosovar, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, nga Lugina Preshevës, nga do që vinin politikanë shqiptar, kisha mundësi të organizoja takime me antarët parlamentit federal të Zvicrës, po edhe në presidentën e Zvicrës. Dhe këtu është një rast që unë mendoj ka qenë një kontribut shumë I rëndësishëm. Ishim në Basel në vitin 2004, kur mbahej një kongresi asaj sindikatës ku punoja unë, edhe aty ishte mysafire presidentja e Zvicrës, njëkohësisht edhe ministre e punët jashtme, zonja Mishlin Kalmirej. Dhe në bisedë sipër me te, unë I propozoj asaj që të vijë të mbaj fjalimin e një gushtit të festës kombëtare të Zvicrës në Kosovë. Dhe ajo shikon me habi, thot, një gushtin ku ma gjetet I mu. Jo, thash, një gushtin e keni gjetë ju, po unë po të lusë që ti fjalimin e një gushtit që është tepër I rëndësishëm, këtu shtyhen qytetet kush do marrë politikanin ma eminent për të mbajt fjalimin festiv. Unë thash, kësaj radhe të vini ta mbani fjalimin në Kosovë. Pse një gushti në Kosovë? Kështu, sepse unë ja argumentova asaj, thash e para, atëherë konsiderohi që ishim 200.000 shqiptar nga Kosova në Zvicër. Edhe unë I thash 10% I popullit Kosovës jeton në Zvicër. 1. E dyta, janë ushtarët zvicran, kuadrët e KFOR-it, Sviskoj, cilët japin një kontribut të jashtëzakonshëm në Kosovë. Janë organizata të shumta jo qeveritare që kryejnë punë të mira edhe që çmohen shumë nga qytetarët e Kosovës. Po në anën tjetër, atëherë konsideronim që ishin gati 50.000 shqiptar me nënshtetësi zvicrane.
Thash, pra janë kaq shumë arsye që ju keni obligim moral të vini edhe ta mbani. Edhe reagimi saj? Reagimi i saj ishte i jashtëzakonshëm. Ajo më thot atë ditë, ishte tetori i vitit 2004, ajo më thot, me 1 gusht 2005 do vi në Kosovë. Por, tani vazhdo, thot, na e dërgo si projekt edhe ta bëjmë zyrtare. Edhe unë, pas 2 dite, va dërgoj projektin me atë kërkesë. Kërkesa ishte të bëjmë një manifestim me motën Faleminderit Zvicër. Edhe ishte, ai me njëherë pasi dërgova projektin, u lajmërua asistenti i saj, një ambasador i respektuar zviceran, edhe me thotë se presidenti ja ka marrë letrën me projektin, edhe thotë prioriteti i saj do të jetë Kosova në vitin e ardhshëm. Edhe fillum ne, ideja ishte që nga gjitha komunat e Kosovës të vinin njerëz në Prishtinë, në sheshin Skënderbeu, që t'i shprehin mirënjohje, falënderim shtetit Zvicrës për gjithë kontributin që kishte bërë, edhe nga 60-at që ka pranu punëtorët, edhe ndihmën gjatë luftës, pritjen e shumë refugjatëve të luftës, si edhe në rindërtim. Kisha kontaktuar agjenci transportuese të shumë qyteteve, cilët do të bënin transportin falas qytetarëve në Prishtinë. Kisha kontaktuar radiostacionet lokale, cilët do të afirmonin ose do të njoftonin opinionin për një tubim të tillë, edhe vërtet priteshin mbi 100.000 njerëz të vinin në qendër të Prishtinës për t'i thënë Zvicrës faleminderit. Natyrisht mora kontaktin edhe me qeverinë e Kosovës, atë botë zoti Ramush Haradinaj, kryeministër, dhe çdo gjë ishte në rregull deri më datën 8 mars 2005, kur ndodhi një kthesë shumë e madhe, zoti Haradinaj, kryeministri i Kosovës, u ftua të shkojë në Hag. Edhe pas shkurjes së tij atëherë më fton ai ambasadori dhe thotë se duhet ta ndryshojmë pak planin, sepse atë takimin masiv me qytetarë nuk mund ta bëjmë, ne nuk dimë si do të zhvillohen ngjarjet politike pas asaj ngjarje aq të rëndësishme që ndodhi. Edhe vendosëm që të hiqet pjesa publike me masën, edhe të mbetet vizita zyrtare. Por megjithatë të vazhdoi. Patjetër. Edhe pse zonja Kallmirej kishte rezistencë në parlament, i thoshin, ç'keti, pse përzihesh, se shkon, por ajo e borit vetën. Një ditë para 1 gushti, do thotë, shkoi në Beograd. Edhe aty për herë të parë një politikan ose politikane evropiane, perëndimore, e thotë troq, Kosova duhet të jetë e pavarur. Ky është interes kombëtar edhe i Zvicrës. E argumenton me atë numrin e madh të shqiptarëve në Zvicër e tjera. Kjo shkaktoi një tërmet diplomatik atje në Serbi. Jam i bindur, shtypi serb i 1 gushtit është plot me fymje akuza kundër saj, por asaj nuk i bënte përshtypje ajo punë. Ajo erdhi me 1 gusht në Prishtinë, në hotelin Grand, mbajti fjalimin e 1 gushtit, ku e përsëriti qëndrimin e saj, që Zvicra mendon se Kosova duhet të bëhet e pavarur, dhe ky është edhe interes strategjik i Zvicrës. Kështu, po them, ky ishte një rast i diplomacisë qytetare, që mendoj ky është vetëm një rast, por ka shumë që kanë bërë shqiptarët në Zvicër. Nazmi e ndëgjova një fjalë shumë të mençme nga Kudis Ilame para disa kohë, kur ai thot shprehimisht kështu, përveç guximit e kishte për luftën, duhet edhe organizim. Kjo që keni bërë ju vërtet është një mrekulli dhe një punë shumë e madhe që ke arrit direkt me presidenten e Zvicrës ta bësh gjithat punë. Kështu që është ndirë
për të gjithë për këtë tregim që e bërët i sot. Ne po vazhdojmë me pyetje tjera dhe e di që keni njohur praktikisht të thëmë të gjitha personalitetet shqiptare. Keni ndonjë takim të personalitetit i cili ju kujtohet më shpesh sot dhe cilin doni dëshironi ta kujtoni më shpesh? Patjetër. Bacin Adem. Na thuj. Adem Demaçi. Është e vërtetë, unë i kam taku të gjitha personalitetet që kanë qenë në jetën publike në vitet e 90-ta, po edhe deri sot. Përshtypjen mbresat më të forta mi ka lënë takimi me Bacin Adem. Kam pas fatin që për një 2 javë ditë ta shoqëroj në Zvicër, në për takime kudo që kërkonte ai, dua ta takoj filanin, edhe unë e përcilja, dhe po të them, ka qenë një nder, një ndjenjë jashtëzakonshme, me qenë pranë atij personaliteti aq të madh, të dukej vetja sa një bubrec pranë tij. Për ndryshe, të them drejtën, ka bërë shumë përshtypje edhe takimi me Arben Xhaferin. Unë mendoj se ndër kokat më të mençura shqiptare në ato vite ka qenë Arben Xhaferi. Nazmi, kur e ceke Bacin Adem, nëse më lejohet do të kthehem pak kur jam liruar nga Burgu. Shokët më thanë se pritnim të gjithë që Bacin Adem do të lirohet, me porositën që kur takosh me Bacin Adem ta puthosh në ballë për të gjithë shokët që kanë mbitur brenda ende. Dhe vërtet e kam bërë dhe pastaj kam punu bashkë me to në Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Prishtinë. Nuk ka pas dhe nuk do të ketë, ose ne të dytë kemi pas një fat shumë të madh që kemi qenë afër tij. Shumë rrallë lindin njerëz të tillë. Shumë rrallë. Njerëz me gjithat patriotizëm, me gjithat forcë shpirtërore të qelikt, cilën nuk e thejnë as 28 vjet Burgas. As një kërcënim, as një ishte i pathyeshëm. Vetëm një njeri i madh mund ta bëj atë. Me të vërtetë. Nazmi, po vazhdojmë në tutje edhe pse ky tregim vërtet më bëri shumë, me kthej shumë në ngjarjet e kaluara, por po vazhdojmë tek diaspora jonë. Mendojmë se diaspora vitet e fundit disi kritikohet, a do të thotë kjo se poftohen marrëdhëniet e diasporës me atë dhe jonë? Unë nuk mendoj se mund të ftohen marrëdhëniet e diasporës me atë dhe unë, sepse ne jemi shumë të lidhur. Nuk ka familje në atë dheun tonë që s'ka njerëz në diasporë. Një pyetje të shkurt mes. Po, patjetër. Çka mendon? A ma afër mentarisht janë mërgata jonë me atë dhe jonë se sa ata që jetojnë atje? Unë mendoj që ne jemi tepër të lidhur. Edhe kjo është një fenomen që njihet gjithkund në botë, sa më larg atë dheut, aq më i lidhur me te, sepse ke ndoshta frikën e humbjes, frikën e asimilimit, nuk e di çka, po mërgata është jashtëzakonisht e lidhur, ne tham, gjithat ato fazat e kontributin që ka bë mërgata, por atë nuk e ka bë për ta lavdu dikush, po e ka bë se e ndjen ashtu. Edhe unë mendoj se ato kritika unë nuk i marr aq seriozisht, sepse janë të parësyeshme. Për shembull, vihet në pyetja, ka të drejtë ose t'ja ndalim të drejtën e votës diasporës. Si mund të ndalet një drejtë kushtetuese që është në çdo vend të botës, edhe vendet edhe Korea e Veriut më duket që kanë drejtën e votës. Le çka bëhet me votën më vonë, po për të votuar. Vetanake, por ato do të... Unë mendoj që ne duhet t'i anashkalojmë ato, t'i lëmë, sepse nuk ja vlen të merresh me atë temë, a ka të drejtë votoj diaspora, ose
po ftohen marrëdhëniet. Nuk mund të ftohen. Njerëzit e diasporës kanë të drejtë, janë pjesë atij vendi. Nuk mund t'i largosh. Janë tepër të lidhur, edhe nuk mund t'i ndash nga Kosova, nga atë dheu jonë. Kur, prandaj po them, ata edhe tash është aktuale, ata shkojnë për të votuar. Unë mendoj se populli atje duhet të gëzohet që vinë njerëzit për të votuar, për të ushtruar drejtën e tyre legjitime, edhe për të ruajtur lidhjen me atë dheun. Si do të ishte sikur diaspora të shkëputej, të mos janë ndinte më për atë dheun, unë mendoj se do të varfërohej shumë ai vend. Mirë po, edhe sipas shumë që kam dëgjuar mendimet, ka forma të cilat do të mund të zhvilloheshin për bashkëpunimin diaspora dhe që do të konsideroni ose mendoni që janë shumë të dobishme për Kosovën. Po shifje tash, pas luftës, edhe ajo faza emergjente e rindërtimit ka kalu. Tash vendi ynë po zhvillohet normalisht, edhe me hapat shpejt. Unë mendoj se tash janë pjekur kushtet për një bashkëpunim që është përfitimi dyanshëm. Domethënë, njerëzit nga diaspora është mirë të shkojnë të investojnë kapitalin e tyre atje me fitime, ose të bëhen aksioner të ndërmarrjeve të suksesshme atje, ose të ndihmojnë themelimin e ndërmarrjeve të reja, dhe kështu të jetë fitimi i dyanshëm. Edhe ndihmon një ndërmarrje të ngritet fort të zhvillohet, po në njëjtën kohë ke përfitimet, sikur që mund t'i kesh edhe këtu. A mendoni që kohëve të fundit kemi një mungesë kur Ministria e Diasporës u fuzionu me Ministrinë e Punëve të Jashtme? A mendoni se duhet të jetë e veçantë Ministria e Diasporës në qeverinë e Kosovës? Gjithmonë ka menduar që duhet të jetë e veçantë, sepse po ta marrim me numrat, unë si kryetari i lidhjes shqiptare në botë, e them me përgjegjësi që në botë janë rreth 20 milion shqiptarë. Do thotë, është 4-5 fishi i njerëzve që jetojnë në atë dheun tonë është jashtë. Prandaj këtij numri kaq të madh të njerëzve që i kemi jashtë trojeve tona etnike duhet të kushtohet rëndësi më e madhe. Edhe të jetë një ministri e diasporës dhe ajo ministri të mbështetet nga secila qeveri që vjen që të bëj punë edhe më të mëdha për ta lidhur dhe më shumë diasporën. Kuptohet, unë mendoj tash që lidhja që e thash më parë, lidhjet ekonomike, ato janë më të rëndësishme tash. Palon anash edhe diplomacinë qytetare, kemi edhe sot që i kemi institucionet, mendoj që ka shumë nevojë që të bëjmë tanë kohën kontakte, informim. Afarisë që janë shumë të fuqishëm, pse nuk pe them atë fjalën shfrytzu, po me i lidh që afarizmi të zhvillohet të njëjtë edhe në Kosovë. Kemi shumë raste ku njerëzit kanë marrë mikun e vet afarist zviceran, kanë shku ose gjerman ose nga vende tjera, kanë shku dhe kanë investu në Kosovë. Natyrisht nuk kemi aq sa ka potencial, sepse mendoj që nuk ju janë kriju kushtet e duhura. Fillimisht, disa vite, unë di edhe raste kur njerëzit që kanë ardhur me vullnetin më të mirë për të investu, janë dëshpëruar, sepse ose u është kërkuar rishvet, ose është kërkuar përqindje, ose do thot në format të ndryshme janë pengu, ose janë dëshpëruar dhe janë detyruar që të kthehen prapë. Nazmi, ju jeni jurist dhe mediator në njërën nga zyrat më të njohura të avokatëve në Zvicër. Cili është roli apo detyrat e mediatorit dhe kush janë klientët tuaj? Me çfarë probleme mund të vinë qytetarët tek ju? Po, mediacioni ose shqip ndërmjetësimi është një metodë e zgjidhjes së konflikteve pa gjyq, me bisedime me një ndërmjetës të kvalifikuar. Edhe kjo metodë ka fillu për ditë më shumë aplikohet edhe në Kosovë, po edhe në gjithë Evropën.
sepse kjo në radhë parë gjykatat kanë interes sepse një numër shumë të madh të lëndëve në vend se të presin në radhë në gjykat, mund të zgjidhen me ndërmjetësim, kurse edhe klientët kanë interes ta bëjnë me ndërmjetësim zgjidhjen e konflikteve, sepse aty bëhet dialog në një atmosferë ku një profesionist ndërmjetëson edhe ndihmon në gjetjen e zgjidhjes e cila është e pranueshme për të dy palët. Do thotë, mediacioni nuk njeh humbës, por dalin të dy fitues, sepse shterët dialogu derisa të gjendet një zgjidhje që është e pranueshme. Diçka e njëjtë edhe në Kosovë? Po, praktikohet. Viteve të fundit praktikohet edhe në Kosovë. Ende nuk përkrahet aq shumë nga institucionet, unë i njoh disa ndërmjetës të shumë të kvalifikuar në Kosovë, por ende nuk e kanë përkrahjen e duhur institucionale. Klientel janë të gjithë njerëzit që kanë nevojë, ka shumë zviceran që vinë, po kam kohëve të fundit edhe... Si profesionist që jeni, mendoni se është shumë e nevojshme që t'jetë më e fuqishme dhe më praktikueshme edhe në shtete të tjera dhe në Kosovë? Po gjithsesi se është metodë e shpejt, do thot konflikti zgjidhet shumë më shpejt se me prit në gjykata, është shumë më pak e kushtueshme, sepse aty nuk ke nevojë se cila palë të marrë nga një avokat dhe të luftoj, por vjen një ndërmjetësues edhe u ndihmon palëve me gjetë një zgjidhje optimale. Do thot, flasin shumë faktorë që ndërmjetësimi është jashtëzakonisht metodë e mirë, e dobishme edhe për shtetin, edhe për njerëzit që marrin shfrytëzim atë metodë. Folëm vetëm pak fjalë. Deshta të them kohëve të fundit është shtu ndërmjetësimi në të drejtën familjare. Ka shumë, fatkeqësisht ka shumë shkurërzime. Po edhe në ato raste është më mirë të bëhet me ndërmjetësim, të mbesin raportet e ruajtura, sidomos në rastet ku ka fëmijë në familje dhe çifti ka vendosur të ndahet. Aty është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që çifti edhe pas ndarjes t'i ruajë raportet njerëzore për interesin e fëmijës, sepse ata janë të gjykuar të komunikojnë gjithë kohën, derisa të rritet fëmiu, bëhet i pavarur. Edhe në këto raste, unë mundohem të ndikoj rast çifte të reja shqiptare. Shpesh herë u them, kur janë edhe fëmijët në pyetje, u them se nëse doni të pajtoheni, unë ndërmjetësoj falas, vetëm që të arrijm. Ka 2-3 raste që ja kam dalë, masi kanë marrë vendimin të ndahen, që janë pajtu edhe sot jetojnë të lumtur bashkë. Si ndihni ju kur keni arrit një sukses? Kënaqësi shumë e madhe. Unë e shoh, ata tash kanë edhe fëmijë të tjerë, e kishin një fëmijë, donin të ndahen, tash i kanë edhe 2 tjerë. Është kënaqësi e madhe, shef që ke ndikuar që një familje të mos shkatërrohet, po të vazhdojë jetën së bashku. Prandaj po them, është metodë që përditën më shumë gjen aplikim, edhe në Evropë, edhe në trojet shqiptare. Nazmi, folëm për Nazmiun me pak fjalë, sepse vërtet një jetë në shërbim të gjithë qytetarëve shqiptarë kudo që janë, është shumë vështirë që të rrumbullaksohet me këto fjalë dhe me një emision, por po kthehemi pak, ju jeni baba i 3 fëmijëve. Cili është roli i prindërve dhe cilat janë sfidat e prindërve shqiptar që rrisin dhe edukojnë fëmijë në diasporë? Sfidat e prindërve shqiptar në diasporë janë më të mëdha se ata që i rrisin në vendlindje. Në kuptimin e asaj që fillimisht për shembull gjeneratat e mëparshme kishin problem me njohjen e gjuhës dhe nuk ishin gjendje të ndihmonin fëmijëve në mësime. Mandej sfida tjetër është si ta ruajsh familjen të mos asimilohet. Është gjithmonë lufta. Do thotë, më fal. Tu mësosh gjuhën amtare.
ti ruhesh nga asimilimi, ti shkollosh, por nuk jenë gjendje ti ndihmosh. Mirë, po tash ka ndryshu. Unë thash komuniteti shqiptar në Zvicër është integruar shkëlqyshëm. Tash kemi gjeneratën e tretë, e katërt, e më shumë të shqiptarëve këtu. Dhe këto probleme janë zbe, është shumë më thjesht. Po paralelisht ne kemi shkollën shqipe në Zvicër, e cila jep një kontribut të jashtëzakonshëm në luftën kundër asimilimit. Fëmijët shqiptar mësojnë shqip, vallëzojnë shqip, flasin për mrekulli. Edhe unë mendoj, e shoh me optimizëm zhvillimin e komunitetit ton, jam i bindur që edhe shumë gjenerata nuk do të ketë asimilim të shqiptarëve në Zvicër. I thrasim edhe në emrin ton, edhe timin, i thrasim të gjithë bashkëtetarët tonë që fëmijët t'i dërgojnë në mësimin plotësues në gjuhën shqipe, sepse asnjëherë nuk do t'i pengoj ata, por vetëm e vetëm do t'ju ndihmoj ende që edhe gjuhët tjera t'i përvetësojnë shumë më mirë se sa. Unë do t'a vërtetoj këtë që thetash. Para 30 viteve më shumë, kishte arsimtarë zviceranë cilët u thoshin prindërve që në shtëpi të flasin gjermanisht me fëmijët. Unë asnjëherë nuk e kam besu këtë që është e drejtë, po më vonë jam siguruar, sepse është një profesor shumë i nderuar nga St. Gallen në Zvicër, Basil Schader. E flet edhe gjuhën shqipe. E flet edhe gjuhën shqipe, ai është i pensionuar tash, por ai e ka pas bërë një studim para 20 vitesh, ka bërë një studim shumë të thelluar me një grup madh studentësh, edhe kanë studiu mësimin e gjuhës shqipe tek fëmijët shqiptar në Zvicër. Nga ai studim ka dalë një libër shumë i trashë, shumë voluminoz, ku e spjegon në mënyrë shkencore që ata fëmijë që njohin mirë gjuhën amtare janë shumë më të suksesshëm në mësime dhe në studime, se sa ata fëmijë që gjuhën amtare nuk e njohin ose nuk e njohin mirë. Prandaj, ja vlen gjithsesi që nga hapat e parë fëmijën t'ja mësoni gjuhën amtare, ato tjera t'i mëson pa asnjë problem. Nazmia Kurti, prej shumë vitesh, udhëheq një lidhjen shqiptar në botë. Cili është roli i lidhjes shqiptar në botë dhe cili është aktiviteti aktual apo cilat janë perspektivat e lidhjes shqiptare në botë? Po, Lidhja Shqiptare në Botë është një organizatë mbar kombëtare e themeluar në vitin 1997 nga vëllezërit Binjak Simon dhe Mikel Kuzhnini, dy patriotë shumë të mëdhej. Mikel Kuzhnini fatkeqësisht nuk jeton më. I respektojmë nga misioni jonë. Ndërkaq që zoti Simon Kuzhnini jeton në Zagreb me familjen, edhe ai ka një moshë, ka pak probleme shëndetësore. Por të them, vetë fjala Lidhja Shqiptare në Botë nënkupton që për qëllim ka t'i lidh shqiptarët, kudo që janë, t'i bashkoj, t'i afroj. Unë kam pas fat, jam kyç shumë herët për krah vëllezërve Kuzhnini, dhe ata nuk ishin vetëm, me vëllezërit Kuzhnini kanë qenë figurat më të shquara të kohës, duke filluar nga profesor Esat Staveleci, Pajazit Nushi, Mark Krasniqi, Arben Gjaferi, Pjetër Arbnori, do thot, figurat më të shquara të kombit në atë kohë kanë qenë të kyçura dhe kanë qenë aktiv në lidhjen shqiptare, kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në lidhjen shqiptare në botë. Prandaj për mua ishte nder të jem aty, pranë shumë profesorëve të mi, pranë shumë personaliteteve që bënin punë të mëdha. Edhe kështu kam rrugtuar me vëllezërit Kuzhnini për më shumë se 20 vite, deri në vitin 2018, kur ata me insistim, me këmbgulje, vendosën që unë ta vazhdoj misionin e tyre, edhe në kongresin e tretë të Lidhjes Shqiptare në Botë, i cili u mbajt në Shkup, jam zgjedhur kryetar i Lidhjes Shqiptare në Botë.
është përgjegjësi, po është njëkohësisht edhe nder të jem ta vazhdoj atë rrugë, ta quaj të shejt që kanë nis ata burrat e kombit. Edhe unë mundohem që me ndershmëri, me përgjegjësi të plot, ta vazhdoj programin e lidhjes shqiptare. A është në shumë shtete e organizuar lidhja shqiptare në botë? Po, por kanë kalu gati 30 vite dhe tashti shumë nga aktivistët ose kanë mri një moshë që nuk janë më në gjendje të jenë aktiv, ose nuk I kemi fare në jetë. Dhe puna kryesore që po bëj tani është riaktivizimi, rinovimi I strukturave dhe deri tash ka shku për mrekulli. Kemi bërë, na janë ofruar disa personalitete që vërtet na bëjnë nder dhe që me dinjitet e vazhdojnë rrugën e atyre emrave prominent që I përmenda pak më herët. Për shembull, këtu në Zvicër, pasi që jam zgjedhur në nivelin qendror, është emëruar për kryetare e lidhjes shqiptare në botë për Zvicër, doktoresha Fatime Berisha Imeri. Është një zonjë shumë e nderuar në Zvicër, është mjeke, është afariste, drejton disa laboratore në Zvicër, është pilote, po thuaj se çdo vikend është në qiellin e hapur. Është një gru shumë e zonja dhe unë e kam për nder ta kemi kolege në lidhjen shqiptare në botë. Në Britaninë e Madhe është zonja Rudina Jasini, një juriste e njohur në gjithë Evropën, është profesoresh në Universitetin e Oxford, edhe është avokate në Hague. E përshëndesim nga studia jonë. Është në ekipin e mbrojtësve të zotit Recep Selimi. Ate kemi kryetarët lidhjes shqiptare në botë për Britaninë e Madhe. Në Shqipëri e kam një personalitet të jashtëzakonshëm, profesor Xenofon Krisafi, ka qenë ambasador I Shqipërisë në Kombet e Bashkuara në Gjenevë, që atëherë kam bashkëpunu, do thot në vitet 98, 2002. Ato vite kemi bashkëpunu shumë këtu bashkë. Ai është tani dekani I Fakultetit Juridik në Tiranë, është këshilltar I presidentit Begaj dhe e kam për nder që të jetë kryetar I lidhjes shqiptare në botë për Shqipërinë. Në Kosovë e kam zonjën Dajana Berisha, një intelektuale shkëlqyeshme, e cila vepron udhëhec një organizatë jo qeveritare në Kosovë, Forumin për Iniciativë Qytetare, dhe njëkohësisht është kryetare I lidhjes shqiptare në botë për Kosovë. Në Francë e kam një koleg jurist përparim Nishori, Pino, është jurist dhe është afarist shumë I suksesshëm, drejton disa ndërmarrje të veta në Francë. Në Maqedoninë e Veriut kemi profesor Shpend Bajramin, një veprimtar I shkëlqyeshëm, që bën punë shumë të mirë atje. Shpresoj të mos harroj dikën tash, po... Po, Nazmi, gjithë ky organizim, çfarë qëllimi ka lidhja shqiptare në botë? Them, me dy fjalë mund ta them, është bashkimi I potencialit të shqiptarëve dhe vënia e tij në shërbim të kombit dhe të atdheut. Do thot, në çdo formë, në çdo mënyrë, kontribojmë që shqiptarët të bashkohen, të bashkëpunojnë dhe të kontribojnë për vendlindjen dhe për kombin. A ka më mirë se kjo? Nuk ka më mirë. Nuk është punë e lehtë, por është punë e mirë. Edhe secili sukses të bën kënaqësi. Unë kam ndihmuar në themelimin e disa organizatave ose shoqatave në baza profesionale. Për shembull, kam ndihmuar themelimin e shoqatës së mjekëve shqiptarë në Gjermani. Kam bashkëpunuar edhe në themelimin e lidhjes së mjekëve shqiptarë në Zvicër. Kam bashkëpunuar me Kemi qenë bashkë mjekët që ishin aktiv në themelimin e shoqatës. Do thot, kudo që shkoj mundohem që t'i nxjis. Unë kam një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me komunitetin shqiptar në Greqi, në Kreta, isha rastësisht, edhe atje kam njohur do veprimtar të shkëlqyeshëm, të cilët pas një takimi, pas një mbështetje të vogël që kam dhënë
me materiale, me këshilla, me ato, e kanë organizuar komunitetin shqiptar në Retimno për mrekulli dhe bëjnë punë të shkëlqyeshme. Edhe tash po vazhdojmë edhe në vende tjera, do shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në disa shtetet e Evropës, ku na presin njerëz cilët tonë ta marrin përgjegjësinë për atë vend. Nazmi, e di që keni për të thonë edhe shumë, por jemi ka fundi emisionit. Për fund kisha dashur një mesazh apo një porosi që ke për mërgatën tonë. Ose edhe diçka çka dëshiron ta thuash. Unë nuk di çfarë të them më shumë, vetëm të apeloj që mos harrojmë kush jemi prej ngavim. Dhe ta kemi parasysh gjithmonë çështjen kombëtare, edhe kur I kemi punë shumë mirë vetë, mos harrojmë që kombi ka nevojë për ne gjithmonë. Gjithmonë ka shqiptarë që kanë nevojë për mbështetje. Edhe mos harrojnë që bashkimi bën fuqinë. Kudo që jemi bashkë, jemi shumë më të fortë. Edhe kështu ta çojmë kombin ton në mënyrë të mençur drejt bashkimit kombëtar, I cili duhet të ndodhë se s'bën. Neve Zoti na ka falë bashkë dhe bashkë duhet të jetojmë. Të mos I marrim shumë, mos I vlerësojmë shumë kufit që na ndajnë, por t'i vlerësojmë mira gjëna që na bashkojnë. Dikush na ka ndarë me dhunë, na duhet të ndryshojmë në drejtim. Po pikërisht unë e them gjithmonë, ata kufi që nuk I kemi vënë vetë, ne nuk ekzistojnë. Edhe nëse ne nga koka joni heqim kufit, atëherë do të bashkohen. Kur bashkohen kokat, do bashkohen edhe tokat. Të nderuar shikues të televizionit Syri, ishte një kënaqësi e veçantë për mua për emisionin bashkë me Sali Sefën dhe televizionin Syri që të kemi mysafir njeriu me shumë lera siç është Nazmia Kurti. E falenderojmë për kohën, mendimet dhe vlerat e ndara me ne dhe me publikun tonë. Bisedat e tilla na pasurojnë, motivojnë dhe vazhdojmë për kushtimin në rrugën tonë që t'i përfaqësojmë me dinjitet e të jemi sa më afër bashkëdhetarëve tonë. Miropafshim në emisionet tona të radhës me shpresën që edhe në takimet të tjera të kemi një personalitet pikërisht si Nazmiu dhe të na kënaqin me mendimet dhe bisedat e tyre. Për në fund, në emër të stafit të televizionit Syri, shfrytëzoj rastin të uroj të gjithë njerëzimit festat e fundvitit me një dëshirë që paqja ta sundoj botën. Gëzuar 2026. Faleminderit dhe mirupafshim në emisionet tona të radhës. Faleminderit Nazmia Kurti. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi vërtet. Sali Sefa, kisha kënaqësi edhe unë të jem me ty në këtë bashkëbisedim me një personalitet cilin e çmoj shumë, një mjek, një diplomat, një ish I burgosur politik dhe një veprimtar që nuk është ndalë kurrë kontribuari për vendin e vet. Kam nder dhe kënaqësi të kem mik të mirë edhe e shijova këtë bisedë me ty. Ishte nderi dyanshëm, miku im dhe një figurë vërtet e madhe e kombit shqiptar. Faleminderit shumë për